Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha zhvilloi një seancë dëgjimore në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme duke raportuar masat e ndërmarra për mbrojtjen dhe asistencën ndaj shtetasve shqiptar në lindjen e mesme. Ai bëri me dije edhe shifrat e të evakuarve, ndërsa tha se 2962 shtetas janë rezident. Individualisht 2511 shtetas, një për një, emër për emër, në format me cilat kemi pasur mundësi të marrim informacionin. U kemi marrë numrat, u kemi dhënë numrat tanë, u kemi dhënë adresat e email, u kemi thënë të kontaktojnë nëse duan. Of course, ne nuk detyrojmë askënd të kontaktojë ambasadën, por është normë minimale, dhe këtë e kemi mësuar në ndër vite, ndër dekada, siç e bëjnë vendet më të vjetra në këtë profesionin e diplomacisë se sa ne, që mënyra më e mirë për t'u përgjigjur kërkesave është të kemi regjistra sa më të saktë. Duke pasur regjistra të saktë, është shumë e kollajt për të organizuar dhe punën dhe për të parë magnitudën e masave që duhen marrë dhe natyrisht efektet që kanë. Pra, 2962 shtetas rezident, 543 shtetas me qëndrim përkohshëm, nga këta të kontaktuar 2511, të interesuar për të larguar nga zona e konfliktit që e kanë shprehur vetë, kanë qenë 138 shtetas. Të asistuar për të larguar në format të ndryshme. Pra keni parasysh që një vend ndodhet pa hapësirë ajrore, por vendi fqinj e ka hapësirë ajrore. Çfarë do duhet të bëjmë? Do mundohemi të organizojmë transportin e tyre nga ky vend tek vendi tjetër. Do mundohemi të organizojmë transportin që kemi bërë me shumë shtetas që u gjenden në atë moment në Izrael për t'i çuar në kufirin jugor, për t'i çuar te një aeroport që u hap enkas në Egjipt. Deri atje jemi munduar ta bëjmë vetë, jemi të munduar ta bëjmë me partnerët e tjerë, jemi munduar ta bëjmë me autoritetet vendase, duke i rigrupuar të tëra këto mundësi për të bërë më të mirën më shpejt. Janë larguar individualisht përmes kanaleve mënyra të ndryshme me zgjedhje personale 45 shtetas. Ministri tha se Ministria e Jashtme ka koordinuar në mënyrë të pandërprerë me përfaqësi diplomatike, autoritetet vendase dhe partnerët ndërkombëtar për të mundësuar evakuime të sigurta. Edhe pse situata është përkeqësuar në disa zona, Shqipëria, tha ai, nuk ka mbyllur asnjë përfaqësi diplomatike duke vënë në plan të parë nevojën për të mbështetur shtetasit e saj në terren. Ka pasur shtetas shqiptar në Iran, që kanë jetën e tyre, punën e tyre, por ne jemi të pranishëm atje. Ne jemi të pranishëm atje dhe nuk kemi mbrojtje të interesave as të Shqipërisë, as të shqiptarëve atje. Kështu që na është dashur të gjejmë modalitetet më të mira. Kemi qenë në marrëdhënie me Kryqin e Kuq në Shqipëri dhe ekuivalentin e tij në Tiranë, gjysmënën e Kuqe, për të vlerësuar mundësinë që në rast të kërkesave të veçanta specifike qytetarëve tanë të ofrohet ndihmë, çfarë ndihme, çfarë asistence përfshirë për të nxjerrë nga territori i Iranit. Po ashtu IOMI, International Organization on Migration, ka një zyrë në Tiranë me cilën ne kemi qenë në kontakt për të parë mundësinë e asistencës gjithashtu nga pikpamja e tyre, nga mundësitë e tyre për shtetat shqiptar. Ne, Ministria e Jashtme, është në kësi rastësh në bashkëpunim, në kontakt dhe në bashkëpunim të plot të përhershëm me Qendrën Kombëtare të Operacionale të Mbrëmjesave Civile për të bashkëpunuar, për të bashkërenduar veprimet, për të qenë përgatitur për çdo rast dhe për t'u përgjigjur çdo situate në varësi të problematikës që paraqet. Hoxha komentoi sulmin kibernetik të fundit ndaj kuvendit duke theksuar se kjo tregon gatishmërinë e Iranit për të përdorur çdo mjet kundër Shqipërisë. Siç e di gjithkush, siguri 100% në teknologji nuk ka. Siç e provuam edhe këto ditë, megjithëse gjërat janë duke u diskutuar, duke u trajtuar, fakti që arritën të cënojnë infrastrukturën teknologjike të kuvendit, do të thotë që do të jemi shumë të vëmendshëm, do të jemi shumë alert dhe në vetvete tregon pozicionimin e Iranit që do të përdorë të gjitha mjetet edhe kundër Shqipërisë. Kemi ngritur çështjen në NATO, që është e natyrshme, domethënë janë zhvilluar disa takime të NAK-ut, ne kemi ngritur çështjen edhe të diskutimin të mbyllur atje, domethënë dhe nuk mund të jap detajet, por gjithsesi kemi ngritur çështjen në termat e rritjes së nivelit të gatishmërisë së mbrojtjes për aleancën. Çështja është diskutuar në NATO dhe Hoxha shprehu besim në mbështetjen e aleancës dhe të partnerëve të tjerë për të garantuar mbrojtjen e vendit.